në atë apartamentin që kam pas marrë para 90-ës, ilës ndjetër 90-ës. Dhe shohim, pastaj qom dhe unë i thamë, po keni ndonjë shkres, keni ndonjë urdhër, jo thonë po hap derën. Nisë them derën nuk e hap, a e dini ligjin, ishte shumë herët në mëngjes, ditë shtunë, para orës 8 unë se hap derën dhe po të keni urdhër nga prokuroria, ku do që ta keni, futeni porterës edhe pastaj procedojmë. Nëse u pa aty, përveç policëve me uniform ishin çavës, në ato tamam gangët me gjupa, lkuret, si flok gjata, u pa që qëllimi ishte ogurzi. Ditë shtonë, herët në mëngjes, po të kisha hap derën, mbase edhe këtë intervizë do ta kishim shansin ta bënim. Dukej që Saliu dhe Shiku edhe Zefin si qytetari thjesht e kishin frikë. Ose nuk donin ta shikonin as të gjallë. Pra, qëllimi më nuk ishte të më rëmbenin edhe u shduk pa zhurë, pa gjunë. Po që ndodhi pasaj, juve ku shkuat? Pastaj, por ambasada amerikane, ato e dinin që Saliu nuk ndalot me kaq. Dhe më kishin thënë, për çdo që, për çdo shqetësim, du të na marrësh në telefon. E morë telefon? Dhe ajo, unë atëherë kur më thanë nuk e mora shumë, se ku e kishim lënë numrin e telefonit, nuk po e gjenim. Ishte edhe mëngjes, edhe të stresi, të jemi realist. Më në fund përmes arritëm të lidhem me atë ambasadës, erdhi ai me makinën e ambasadës, bilës kur unë mora në telefon, se du të krijoja prova që apartamenti im është i rrethuar. E kisha mësu që Saliu mohon të vërtetën, edhe për rrethimin e gjykatës kasacionit, disa herë e ka mohuar. Dhe vjen bilës Karl Zibentrit, kur vjen aty të policia që ishin me atë mikrobuzin e policisë, po tentonin me u largu disi që të mos dukeshin që janë tamam. Mirë po ishte me balt, ishte balt aty dhe kish ngelsin balt në duke taj mikrobuzi dhe ky po thoshte ishte pak si me humor të shifshe gjithë ato policë të shtynë mikrobuzin e tyre nga balt. Nëse vjen ai, merr informacion dhe thot, i shpjegoj që ka në bilës edhe policia, thosht, hapni derën, dum dhe pasaportën diplomatike. Foli më duket foli me një të zyrës presidentit, ky Karli, dhe i tha, pse keni rrethu me policë apartamentin e Brozit, pse i ka shku policia, dhe ai përgjigjet nga telefoni, unë realisht nuk e di saktësisht personin, as pyeta. I thot, Zefi gënjen, thot, nuk as një policë nuk në të shtëpi e Zefit. I thot, unë jam brenda në shtëpinë e Zefit. Aty mane unë ndërprej biseda e mbylli ai president. Dhe preteksti, si që thatë, ishte për të marrë pasaportën në 5 të mëngjesit dhe pas një shkres, po më thot Karli, po jepja pasaportën, po më pasaportën do ja jap se s'mduhet dhe do ta çoja unë te Ministria e Jashtme. Vjen Arbeni Mami, se kisha marrë në telefon Arbenin, ca deputet, ca gazetar.
Arbeni thotë, një këtë shefin e rrethimit, ata ftoj që t'i japim pashaportën. Po, thash, vjen, ai, i pëm kapën si mas respektit. Dhe i them, po, veç se do bëni proces verbal, që pashaporta sa vula ka për udhtimet, sa faqe ka, se doja t'isha... Po. Edhe ta firmosim 3 vetë, unë edhe 2 të tjerë si dëshmitar. Nëse të bëjmë atë, por edhe ja japim pashaportën ti shefit. A kërë për pashaportën? Merre. Jo, tha, prit, tha. Edhe morin telefon se me ka foli. Jo, i thanë, mos ja merë pashaportën, të dali vetaj, të dorëzoje pashaportën. Aty mane unë thash gjatë, po që ju s'kishit arë për pashaportën, kjo dihe. Qëllimi ishte krejt tjetër. Për të rëmbyrë. Pastaj apartamenti ka ne, si të shpëthuj se një javi me pjesën më të madhe të kohës i rrethu me... I rrethuar një javë? Po. Dhe pastaj ju ikët direkt në Amerikë? Amerika kishte bën planin për si të më merrnin në Amerikë. Dhe në raport disa miq të afërt që jam shumë i njohës më kanë ardhur me mua në aeroport dhe Karl Zibentriti, ambasadës amerikane, ai ka vëzhguar gjithë derisa është nis avioni. Okej. Ilës avionin edhe ndalun, kur e morën vesh se kam hypë në avion, sepse po... Ndaluan avionin? Po, me sa duket Saliu, kur morën pashaportën, thanë ky s'ka pasaport, edhe nuk i këndot. Por unë sa më kanë heqë, unë kam shku e nëzër pashaportën si qytetar, atë pashaportën e thjesht, dhe pashaporta me vizën ishte në ambasadën amerikane. E kështë përgatit ambasadën amerikane? Po, edhe biletat, për mu dhe për Janën. Edhe për bashortën. Po, foto tjetër, ishe Joseph Flake. E keni takuar Joseph Flake mas i shkuat në SBA? Nuk më është dhënë rasti të takoj. Në qoftë se do takoj atë fjalin që do t'i thoshe, cila do ishte? Jo, edhe për aqë sa ka bërë, dhe shprehja mirënjohje, me ka ardhë në zyrë, kemi diskutuar, por unë nuk e dija këtë, e kam mësuar nga libri juaj. Okej, foto tjetër, sepse ne i konsumuam disa biseda. Richard Shifter. Po, Shifter. Me këto e keni pasur... Ambasadori Shifter, një njeri mrekullueshëm, një mik, dhe ka një histori familjare të shumë interesante. Se familja ti është ka qenë në Holokaust, është djegur prindrit e tij. Dhe ky është martu me një Gjermane, Emilion, i kemi qenë në shtëpi disa herë, kemi nejt, për fat të keq ai ka ndru jetë. Ky ishte këshilltari i presidentit Clinton. Clinton. Po, me presidentin Clinton në shtëpinë e bardhë. Dhe ambasadori Shifter kishte informacion të detajuar që po ndodhte në Shqipëri dhe që po ndodhte me mua. E kuptoj. Po, foto tjetër? Dhe ky dhe presidenti Clinton, kur është taku me presidentin Clinton, Berisha, presidenti Clinton ja ka thënë në mënyrë krejt të qartë që mos prek gjyqësorin ose dhe kryetarin e gjykatës. Okej. Kjo ishte qeveria e parë, qeveria Meksi, qeveria e parë pas ardhes PD-s në pushtet. Në fakt jo e para, po ishte një e 96-s, mos gaboj,
por do doja vetëm një përkufizim. Ajo që më ka bërë shumë përshtypje dhe deri në shpalljen të zotit Berisha non grata për ju, lidhet edhe me gjithë aktivitetin e zotit Berisha që nga viti 1991 me Shtetet Bashkuara të Amerikës? Nuk I di detajet, por një gjë do them që dosja e Berishës, informacionet e Berishës për lidhjet e tij edhe me disa organizata që punonin kundër Amerikës, organizata terroriste, element terrorist që me sa di u dha dhe shtetësi shqiptare në Shqipëri. Jo, e dieta, po si ka mundësi zoti Brozi që Amerika e mbështeti pasaj zoti Berisha dhe ishte merit e tij dhe qeverisë tij që u transformuar në NATO dhe erdhi presidenti Bush në Tiranë? Në politikën e jashtme, kur dikush zgjidhet kryeministër apo president, atëherë mendoj që populli e zgjodhi do punohet me atë që ka zgjedhur populli. Pra, nuk mund të gjykojmë ose të presim ne që një shtet I huaj të gjykojë si gjykojnë ne shqiptarët. Ato zbatojnë parimet e marrëdhënieve shtetërore dhe përderisa ai ishte president apo dhe kryeministër, me atë do bashkëpunonin. Ndërsa Shqipëria në NATO dihet si ishte thjesht një qëllim strategjik I Amerikës që të pranohej në NATO. Se pas Gërdecit 2008-s e shumë tjerë, nuk është se Shqipëria themi I plotësonte kriteret për NATO, por u bën shumë mirë dhe duhet të jemi shumë I njohës NATO-s. Okej, foto tjetër? Do doja një përcaktim për kryeministin Edi Rama. Përcaktim. Nuk është lehtë të bësh një përcaktim të shkurtër për Edi Ramën si lider, si kryeministër apo dhe si qytetar, si ish profesor I arteve edhe piktor. Është shumë kompleks. Por, natyrisht që si çdo lider, Edi Rama ka anët pozitive dhe negative. Unë do vlerësoja shumë rolin e tij për rritjen e reputacionit të Shqipërisë në Evropë dhe në botë. Kur s'ka pas Shqipëria kaq reputacion të mirë, njohje të mirë dhe në arenën ndërkombëtare sa që ka sot. Dhe këtë ndjem edhe kur bisedoj me Amerikanë që kanë ndiku shumë edhe fakti që Shqipëria këto vitet e fundit është bërë një magnet për turizmin e huaj dhe ndikon shumë pozitivisht. Dhe nëse Edi Rama pra do arrijë që ta fusë Shqipërinë në Bashkimin Evropian brenda këtij mandati, atëherë ai I ka bërë Shqipërisë një kuptohet, jo veç Edi Rama si person, aty është një institucionet, dikojnë edhe vetë qytetarët e Shqipërisë dhe imigrantët që janë jashtë, mund të japin atë rolin e tyre duke bërë emër të mirë vetë si shqiptar, por edhe me kontakte që mund të kenë. Pra, një gjë që mund të theksoja është po Edi Rama do të jetë dhe institucion në Shqipëri të luftojnë korrupsionin fort. Korrupsionin nuk mund të luftohet vetëm nga SPAK apo nga gjyqësori. Çdo institucion duhet të luftojë vetë korrupsionin brenda tij. Dhe pastaj kur shumë drejtë. Foto tjetër regjia, se ishte një foto që s'dua ta është. Për Berishën e folëm, kemi në mos gabojmë foto të SPAK-ut. Po, do doja një përcaktim tani, ti jam I bitur që një pjesë të këtyre u ka dhënë mësim, po ti nuk dohet ti zbuloj këta. Cili është vlerësimi juaj për SPAK? SPAK.
Pritshmëritë e SPAK-ut që kur u kriju kanë qenë dhe janë shumë të larta. SPAK-u pozitivisht mund them se ka bërë hapa, sidomos në drejtim të korrupsionit. Po? Por jam i zhgënjur. I zhgënjur? Po, për çështjen e 21 janarit. Jo i pakënaqur, jam totalisht i zhgënjur me së pari, sepse SPAK bëri çmos që të mos e merrte çështjen e 21 janarit, edhe pse gjykata evropiane i vuri emrin që meritote krimi shtetëror i 21 janarit, edhe pse gjykata e lartë të cilën e përshëndes për vendimin që e detyroi SPAK-un të marrë çështjen dhe të fillojë hetimet. Kam një pyetje për SPAK-un. Si është e mundur që SPAK-u këtë krim kaq të rënd ku kanë humbur jetën 4 protestues dhe janë plagos qindra tjerë, e lën mënjan, zvarrit hetimet, a mos vallë aty në SPAK ka ndonjë prokuror që mendon që duke zvarrit hetimet do ta shpëtoj Sali Berishën nga gjykimin bazë provave dhe ligjit edhe për këtë krim të tmerrshëm shtetëror të Sali Berishës. Jemi në mbyllje. Nëse ka prokuror të tillë, dua të them që e drejta do shkojë në vend edhe për 21 janarin. Mos bëni lojra me 21 janarin, mos u bëni më gardian të Sali Berishës. Jemi në mbyllje, zoti Brozi, të kësaj interviste shumë interesante, por disa ditë më parë në Universitetin e Harvardit, në Cambridge, në Massachusetts, një doktorant shqiptar, një student shqiptar bëri një pyetje Anthony Blinken, ish sekretari të shtetit. Besoj ndoqët atë? E kam lexuar diku, po më duket. Dhe zoti Blinken e tha tekstualisht, nëse ju doni unë e lexoj që të jemi korrekt. Ai tha që nuk ka të bëjë me mangësitë e administratës sanksionet e vendosur nga zoti Berisha, por me mangësitë e zotit Berisha do të vazhdoj të qëndroj unë pas kësaj, pas këtij vendimi. Cili është komenti juaj? E ka thënë shumë bukur, të vërtetën. Pra, shpallja e tij non grata nuk është se ishte thjesht vendimi një personi. Dosja e Salës mund të ketë marrë vite duke u pasuruar me derisa ka ardhur në pikën e vendimit për non grata. Jo shikoni, miliona dollar pagoi Saliu për t'ja heqë non gratën dhe nuk e ka arritur dhe kam bindje që s'do të arrijë. Pra, Amerika nuk e ka dhënë vendimin e non gratës thjesht për një emocion të dikujt. Jo, dosja e tij do të jetë voluminoze, kam besim, për korrupsion dhe për krime të tjera që vinë përbëjnë rrezik dhe për Amerikën. Dhe në fund fare shfrytëzoj rastin zoti Brozi si ish kryetari i gjykatës më të rëndësishme dhe më të rëndësishme të shtetit shqiptar. Do doja një mendim tuaj si jurist, si një profesor i të drejtës penale për ata drejtuesit e UÇK-s në Hag. Do thënë, me kulturën time modeste juridike u dënuan 11 drejtues të lartë të nazizmit për 50 milion qytetarë të gjithë botës ju vranë dhe dënohen, kërkohet burgim të përjetshëm për 4 ish drejtues të UÇK-s që mbrojtën popullin e tyre? E gjithë çështja e ish liderëve të UÇK-s në Hag më duket një, ta them me gjuhën popullore, marrëzi. Një thik pas shpinit që i bëhet Kosovës dhe luftës çlirimtare të popullit Kosovës. Onuraj
që gjykata e Hagës të mos bjerë në kurthin e disa prokurorëve të Hagës, pavarësisht se nuk jam në brendësi të tërë provave që mund t'jenë paraqitur, por aq sa kam dëgjuar dhe parë, unë me zemër po dhe me bindje besoj në pafajësinë e tyre. Dhe i vetmi vendimi drejt, pakten me aq sa di, do ishte pafajësia tyre. Kosova ra në një grack që ju në punua, që me miratimin e kësaj gjykate, besoj unë. Por letë shpresojmë që gjykata të bëjë atë që duhet. Pritet dhe që duhet. Fjala juaj në vesh të Perëndis, zoti Brozi. Unë të falenderoj shumë për këtë rrëfim të veçantë, rrëfim të rrallë, të ndjerë dhe me emocion, madje dhe me lot gjatë intervistës. Unë do doja shumë që kur të vini në Tiranë si turist apo për çfarë mund të vini ju, jo thjesht të takoja, po të kisha përsëri në këtë studio, megjithatë edhe aty në Washington nga banesa juaj, nga dhoma juaj, studioja juaj e punës, ju e realizuat. Ju falenderoj shumë. Faleminderit ju dhe gjithë stafit, edhe një herë, shumë faleminderit për punën e mrekullueshme që ke bërë me librin. E kam lexuar dhe rilexoj her pas here pjesës të tij. Të falenderoj shumë. Të falenderoj shumë. Dhe përshëndes dhe gjithë dëgjuesit dhe shikuesit e emisionit tuaj dhe gjithë shqiptarët kudo që janë. Ju uroj gjithë të mirat. Faleminderit zoti Brozi.